Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar pak e shumë Eglitakon. Eglitako, një vajzë shumë dimensionale, do ta quaj një vajzë e cila na ka befasuar dhe po na mahnit me inteligjencën e saj, me zgjuarsinë e saj, me shpirt madhësinë e saj, me shpirt bardhësinë e saj. Egli i ka drejtuar fansat drejt retrospektivës. Do me thënë, po të hapim grupet të krijuara në emër të Egli, që nuk janë të pakta, janë shumë grupe, dhe kjo tregon se sa fatgjate është Egli pas përfundimit të Big Brother. Fansat kanë postuar fotografi, fansat postojnë video, fansat postojnë gjithçka që në fakt Egli të jetë në qendër të vëmendjes, që Egli të jetë e klikuar dhe e dashur për to. Egli sot e presin me shumë dashuri sepse sot është puntata e radhës e Yes Day, do me thënë një emision që erdhi nga Top Channel, u prit shumë bukur nga publiku, u duar trokit, u përqafua nga publiku dhe sot Egli është në të gjitha dimensionet e saj të artit është besoj e realizuar, sepse në këngë ka një sukses të jashtëzakonshëm, këngët e Eglit marrin shumë klikime, marrin shumë dashuri, marrin shumë vëmendje, por edhe te pjesa e moderimit që unë e kam thënë që në start që Egli nuk do të dështoj, sepse sipas analizës që bëj unë krahas personazhi që unë arrit ta njoh, personazhi që unë arrit kuptoj diçka prej tij, personazhi që unë arrit të zbuloj diçka nga brendësia shpirtërore e tij, domethënë sepse artisti është shpirtëror, është vizionar në kokë. Egli ka treguar që është e mrekullueshme dhe fansat asnjëherë nuk ngopen me të. Videot të cilat kanë ardhur në përfaqet, në përgrupet, në rrjetet sociale Instagram tregojnë për pasionet e Eglit, tregojnë për Eglin në fjalë. Dhe edhe pse Egli është pothuajse çdo javë prezente në televizion, edhe pse Egli është shumë aktive në rrjetin e saj social Instagram, fansat nuk ngopen së pari, nuk ngopen së qënuri, nuk ngopet së shijuari Eglin dhe duan me patjetër që të kthejnë momente që do me thënë u mungon Egli në Big Brother, u mungon Egli në 24/7 duke e parë nëpër media. Ato pretendojnë dhe shpresojnë që Egli të rikthehet, por Egli nuk është se ka vendosur më të rikthehet në Big Brother, por ajo ndjekën rrugtimin e saj. Dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që Egli ka gjetur veten në këndin e moderimit dhe në këndin e artit, muzikës, apo duhet t'i ndan rrugët sepse dy profesione ndonjëherë janë dëm për imazhin e artistit?